Atëherë faleminderit gjithëve. Kam kënaqësinë këtu të jem me kolegun austriak, me të cilin pata një takim shkëlqyer, lidhur me prioritetet e punës Ministrisë Punëve të Brendshme dhe Policisë së Shtetit, me bashkëpunimin ndërmjet të dy agjencive, I cili ka shënuar momente decisive suksesi në nivel bilateral, por edhe në nivel të operacioneve të përbashkëta në kuadër të bashkëpunimit në Interpol dhe në Europol, veçanërisht në luftën kundër krimit organizuar, në luftën kundër terrorizmit, në luftën kundër korrupsionit dhe në luftën kundër trafikimit të lëndëve narkotike. Ndërkohë, kemi pasur një bashkëpunim shkëlqyer dhe për sa I përket reformimit të policisë së shtetit dhe shkëmbimit të praktikave më të mira. Dhe kemi theksuar nevojën për ta shtyr të bashkëpunim në një nivel akoma dhe më të lartë. E dim shumë mirë të dyja palët që bota e krimit nuk njeh kufi. Ashtu si që dim shumë mirë se mundësia jo për të bërë më shumë është aty. Kemi pasur një bashkëpunim dhe kemi një bashkëpunim të mirë, edhe në kuadër të luftës kundër trafikimit gjendjeve njerëzore, I cili kthehej një prioritet, duke konsideruar veçanërisht edhe lëvizjet migratore në Ballkan dhe në Bashkimin Evropian, dhe në këtë kuadër ka akoma më shumë vend për bashkëpunim. E falenderova kolegun për të gjithë bashkëpunimin drejtanishëm, I cili shënon një moment kulmor në këtë kuadër, duke na dhënë ne besim dhe duke shkëmbyer më shumë informacion. Në raport me gjithçka kemi nevojë të bëjmë në të ardhmen. Në rruga e Shqipërisë është integrimi në Bashkimin Evropian dhe lufta kundër krimit organizuar, kundër korrupsionit, kundër terrorizmit, kundër trafikimit drogës, janë ngurë të rëndësishëm kilometrik në këtë kuadër. Ndaj bashkëpunimi drejtanishëm dhe ajo që jemi për të bërë në të ardhmen është një ndihmë e hyrë në këtë proces. Faleminderit. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und meine sehr geehrten Damen und Herren, werte Ministerkollegin, Tahiri, ich kann den Worten dieser guten Kooperation nur das hinzufügen, dass für uns Albanien ein wesentlicher strategischer und auch operativ wichtiger Partner ist im ganzen Balkanbereich. Nderuar kolegi, nderuar ministër I brendshëm Tahiri, vetëm do t'i mbështesja të gjitha ato që thatë ju dhe do doja të shtoja që Shqipëria është për ne një partner I rëndësishëm në Ballkan, një partner strategjik dhe operativ. Albanien steht auf einem Weg zur Europäischen Union unmittelbar vor den Beitrittsverhandlungen. Ich habe, bevor ich nach Albanien gekommen bin, mit dem Kommissar Hahn noch einmal das resümiert und wenn die letzten Hürden aus dem Weg geräumt werden, so darf für 2017 abgerechnet werden, dass man mit den Beitrittsverhandlungen auch beginnen kann. Shqipëria ndodhet në rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian dhe ndodhet në një pikë kyçe ku pret përgjigjen e negociatave të antarësimit. Ja thashë edhe zotit ministër që para ardhjes time këtu zhvillova një telefonat me komisionerin Han, kur ne theksuam edhe një herë që viti 2017 është një vit I rëndësishëm për Shqipërinë, por për këtë duhet të kapërcej edhe sfidat që I kanë mbetur në mënyrë që në 2017 të arritë të marrë një përgjigje pozitive për çështjen e negociatave të pritura.
Europa will Albanien im gemeinsamen Europa begrüßen und Österreich unterstützt diesen Weg aktiv, weil wir seit Jahren gute Kooperationen pflegen, sowohl was die polizeiliche Zusammenarbeit bilateral betrifft, als auch international gesehen in der ganzen Frage des Westbalkans. Bashkimi Evropian e do Shqipëri në mesin e tij dhe Austria në këtë rast është një faktor dhe një vend i cili mbështet fuqishëm. Shqipëria për ne është një partner shumë i rëndësishëm dhe ne zhvillojmë prej vitesh një bashkëpunim bilateral policor shumë të shkëlqyer, por ne kemi një bashkëpunim shumë të mirë gjithashtu edhe në nivel ndërkombëtar, ku Shqipëria është vend antar i Ballkanit Perëndimor. Albanien hat große Anstrengungen unternommen, um die organisierte Kriminalität zu bekämpfen, den Waffenschmuggel, aber vor allem die Drogenkriminalität besser zu bekämpfen. Shqipëria ka ndërmarrë iniciativa të mëdha për të luftuar krimin organizuar, trafikun e armëve, por mbi të gjitha për të luftuar trafikun e lëndëve narkotike. Albanien ist die Drehscheibe des internationalen Drogenhandels aufgrund der Routen aus Südamerika, aber aus der Routen Afghanistan herkommend. Und aus dieser Situation kommt Albanien eine wesentliche strategische Bedeutung zu beim Bekämpfen des illegalen Drogenhandels. Shqipëria ndodhet në rrugën ndërmjet zhvillimit të trafikut të lëndëve narkotike, kjo për arsye sepse ndodhet në rrugë në itinerarin e drogave që qarkullojnë nga Amerika Latine dhe nga Afganistani dhe për këtë arsye Shqipëria ka një rol strategjik në luftën që zhvillohet kundër kësaj tendence. Ich gratuliere einerseits zu den Erfolgen in der Vergangenheit, dass es im Kampf gegen die Drogenkriminalität zu Wege gebracht hat. Und wir haben heute auch vereinbart, dass wir insbesondere im Aufbau einer Zielfahndungseinheit neue polizeiliche Kooperationswege gerade in dieser Suchtkriminalitätsbekämpfung begehen, wo es darum geht, nicht nur die kleinen Dealer zu verhaften, sondern wirklich auch die Hintermänner dementsprechend zu enttarnen. Më lejoni t'ju përgëzoj edhe një herë për sukseset që kemi arritur në luftën ndaj trafikut të lëndëve narkotike. Sot gjatë tatimit tonë ne folëm edhe për mbështetjen që ofron Austria për krijimin e një instance e cila gjurmon dhe kërkon personat në kërkim. Dhe në këtë drejtim shumë e rëndësishme kjo është edhe për luftën ndaj trafikut të lëndëve narkotike, sepse qëllimi nuk është vetëm që të arrim të identifikojmë dhe të arrestojmë dhe të ndalojmë shpërndarësit e vegjël, por e rëndësishme për ne është që të arrim kohat e këtij trafiku. Albanien betrachtet den internationalen Datenaustausch als eine wesentliche Voraussetzung, um die organisierte Kriminalität zu bekämpfen. Daher ist es für uns ein großes Anliegen, dass wir den Prümer Vertrag, der die europäischen Länder verpflichtet, gemeinsam in der Frage der Datenerkennung und der Datenweiterleitung auf dem letzten technologischen Stand zu sein, was die biometrischen Daten anlangt, dass wir das auch auf die Frage des Forums Salzburg erweitern und insbesondere die Verhandlungen auch mit Albanien da hier in die Gänge bringen wollen. Për Shqipërinë, një premisë shumë e rëndësishme është shkëmbimi i të dhënave, në luftën ndaj krimit të organizuar. Dhe në këtë kuadër Austria është duke parë mënyrat se si marrëveshja e prymit e ndërmjet vendeve të Bashkimit Evropian për shkëmbimin dhe njohjen e të dhënave të zgjerohet edhe në vendet e Ballkanit Perëndimor dhe në këtë kuadër Austria është duke punuar që në kuadrin e Forumit të Salzburgut dhe të miqve të saj të marrëveshjen e prymit që ekziston ndërmjet vendeve të Bashkimit Evropian ta zgjeroj edhe në te vendet që janë miq të Forumit të Salzburgut. Auf unserer Agenda stand auch die Frage der Migration, wie wird sie sich 2017 entwickeln, wie ist Albanien vorbereitet in der Frage der Grenzsicherung, wie ist die Einschätzung. Das zeigt, dass Albanien derzeit in der Einschätzung nicht denkt, dass sie als eine besondere
Fluchtroute gelten wird, aber sie sind vorbereitet im Grenzmanagement und das ist für uns ganz wichtig, dass auch in einer Kaskade die einzelnen Grenzabschnitte am Westbalkan sich vorbereiten und auch wenn es notwendig ist, diese Schließungen auch durchführen können. Në temë e agjendës tonë ishte edhe migracioni, bashkë me zotin ministër ne folëm edhe për parashikimet që kemi ne për vitin 2017, folëm për sigurinë e kufive, sigurinë që ofrohet për kufit Shqipëria dhe për prognozën që kishte zotin ministër për vitin 2017. Parashikimi i zotit ministër ishte që në vitin 2017 Shqipëria nuk rrezikon që të jetë pjesë e ndonjë itinerari të fluseve migratore, por edhe në qoftë se kjo do të ndodhte, Shqipëria do të shërbente si një kaskadë përpara vendeve të Ballkanit Perëndimor për të ndaluar këto fluse migratore. Albanien hat, glaube ich, die Weichen in der Grenzkontrolle durch ein äußerst modernes Grenzkontrollgesetz gestellt. Und um in der Evaluierung den Schengen-Raum dementsprechend realisieren zu können, hat die Europäische Union ihm ein Projekt ausgeschrieben, bereits in der 5. Reihenfolge, wo es darum geht, für den Beitrittsprozess den Schengen-Raum zu evaluieren. Österreich hat sich mit Italien an der Seite beworben dafür und der Polizeidirektor hat schon gemeint, das wäre schon entschieden. Es freut uns, wenn wir hier unseren Beitrag leisten können bei PAMECA 5. Shqipëria është në rrugën e dur për sa i përket një sistemi modern të kontrollit të kufive. Gjithashtu Shqipëria prej vitesh është duke aplikuar së bashku me Bashkimin Evropian një projekt shumë të rëndësishëm në këtë drejtim që është PAMECA, në kuadrin e sistemit të integruar të menaxhimit të kufive. Zhvillohet her pas here edhe një vlerësim i respektimit të standardit të Schengenit dhe në këtë drejtim projekti PAMECA ka dhënë dhe do të japë një mbështetje shumë të madhe. Aktualisht u tenderua një projekti i PAMECA-s ku Austria pati kënaqësinë të rikandidonte me vende të tilla si Italia. Dhe drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit mendon që vendimi ndërkohë është marrë. Nëse do ishte kështu, ne I gëzohemi një bashkëpunim të mëtejshëm në këtë drejtim. Ich denke, dass Albanien insbesondere an der Terrorismusbekämpfung ganz vorne mitkämpft, um vor allem die Vorteile der Terrorist weiters in den Griff zu bekommen, dort hier eine beeindruckende Bilanz zu legen. Daher freut es mich, dass wir Albanien auch herzlichst einladen dürfen zu unserer Konferenz in Sarajevo zur Bekämpfung der Migration und des Terrorismus, wo die Innenminister und die Außenminister des Forums Salzburg und der Freunde zusammenkommen werden. Shqipëria zhvillon një luftë mbretëlëse ndaj terrorizmit dhe ka gjithashtu, siç më informoi kolegu im, një bilanc mbretëlënës për sa I përket luftës së terrorizmit dhe foreign fighters. Në këtë drejtim, Austria është përsëri shumë e angazhuar që në pranverën e këtij viti të zhvillojë një konferencë të madhe ndërkombëtare në Sarajevo me temën e migracionit dhe të terrorizmit, ku do të ftohen gjithashtu edhe ministrat e brendshëm dhe të jashtëm të vendeve mike të forumit të Salzburg. Ich freue mich, dass diese Partnerschaft so eine intensive ist und so eine gelebte ist und ich glaube, um einerseits die bilateralen Beziehungen zu Albanien noch zu stärken, darf ich Minister Ihre nach Wien einladen, aber gleichzeitig auch auf dem Weg nach Europa meine Begleitung auch anbieten. Për mua është kënaqësi shumë e madhe që partneriteti ndërmjet dy vendeve funksionon kaq mirë dhe që marrëveshjet dypashe janë në këtë pikë kaq mbretëlëse. Në këtë kuadër, në kuadrin e këtij bashkëpunimi kaq të mirë, e ftova kolegun tim Tahiri për kthimin e vizitës në Vjenë dhe do I kisha kënaqësinë në qoftë ai do të gjente kohë dhe të më vizitonte, sepse Austria do të ka qenë dhe do të vazhdojë të jetë një shoqërues I Shqipërisë në rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian. In der Frage der Qualität des Rotweines können wir uns sicherlich in der nächsten Zeit dann im Sommer noch unterhalten,
der hier die besseren Karten hat. In diesem Sinne alles Gute und herzlichen Dank. Ndërkohë na kanë mbetur edhe që në base në verën e këtij viti të diskutojmë edhe për cilësinë e verës së kuqe ndërmjet dy vendeve, por për këtë kemi ende në verën e këtij viti dhe do shohim se cili ka letra më të mira në këtë rast. Wir haben Zeit nur für 2 Fragen. Ja. Eén vraag, jullie gezondheid. Minister precies jullie mañana que creo que top stories en vez de servicio y support y populative announce e como é que eu vou permitir chama de para corrigir por alles alle die Probleme die wir haben müssen die Probleme Unë nuk jam komentator, unë jam ministër dhe kam detyrimin të bëj punën time sa më mirë për një Shqipëri më drejtë, për një Shqipëri më të sigurt, për një Shqipëri më të zhvilluar. Në këtë kuadër, unë nuk kam dëshirë të komentoj komentet, dhe aq më pak kur komentet janë nga një koleg të drejimi, I cili po si unë ka detyrën të bëj sa më mirë detyrën. Punën tonë e vlerëson kryeministri dhe mbi të gjitha e vlerëson dhe gjykon publiku dhe qytetarët, të cilët me plot drejt presin sa më pak fjalë dhe sa më shumë punë. Ajo që kemi bërë dhe po bëjmë në luftën kundër drogës, dëgjuat dhe kolegun, jo vetëm por bashkë me partnerët, është prioritet maksimal ynë dhe Shqipëria do të vazhdojë siç këto 3 vite të bëjë akoma më shumë për një Shqipëri të denjë për qytetarët shqiptarë, ashtu siç do bëjmë akoma më shumë edhe me partnerët për luftën kundër kriminalitetit, krimit organizuar veçanërisht, parave të kriminalitetit dhe asetet kriminale dhe terrorizmin. Dhe me që më rasti, e mbështeta pa asnjë rezervë propozimin e kolegut për një grup përbashkët pune lidhur me personat që janë në kërkim. Vetëm vitin e kaluar, policia shqiptare ka arrestuar mbi 2000 persona në kërkim. Jam shumë I bindur që kemi shumë më shumë për të bërë, veçanërisht në nivel të shkëmbimit informacion, siç jam shumë I bindur që në nivel bilateral, por jo vetëm, ky grup pune që do fokusohet vetëm në personat në kërkim, qofshin në Bashkimin Evropian, në Austri në mënyrë të posaçme, apo në Shqipëri dhe në rajon, patjetër do të japi efekte dhe veta të menjëhershme në luftën kundër kriminalitetit dhe mbi gjitha në luftën kundër pasurive dhe aseteve kriminale. Kjo është përgjigjja ime për pyetjen tuaj. Andrea von der Osterbesermitbewerber. Herr Minister, eine Frage. Redaktor nga Agjencia Austriake e Shtypit, zoti minister, kam një pyetje. Das Frühjahr wird kommen, es wird wärmer werden und die Flüchtlingsströme werden wieder stärker werden. Angesichts der Tatsache, dass die bisherige Route weitgehend blockiert ist, habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie trotzdem nicht glauben, dass Albanien stärker betroffen sein könnte? Und sollten Sie sich täuschen, sind Sie wirklich darauf vorbereitet? Zoti minister, para nesh shumë ndodhet pranvera, e cila do të vijë shumë shpejt, dhe me pranverën I ngrohet edhe koha. Ju thatë në fjalën tuaj që Shqipëria nuk është pjesë e itinerareve të flukseve migratore. Si mendoni ju në rast dhe që kufijtë e Shqipërisë janë të sigurt, si mendoni ju, po në rast se
Shqipëria do të bëjë përsëri pjesë e këtij itinerari. A është Shqipëria e përgatitur për të pritur ata? Ne kemi një plan emergjence dhe një infrastrukturë që i përgjigjet nevojave imediate përpara një situate emergjence. Wir verfügen über einen Notfallplan und über die entsprechende Infrastruktur, die solche Notsituationen auch dementsprechend bewältigen könnte. Kjo është një nga ato situata që ka treguar se bashkëpunimi ndërmjet nesh është i vonuar. Das ist eine der Situationen, die eigentlich gezeigt hat, dass die Kooperation zwischen uns eigentlich verspätet war. Ashtu siç është një nga ato situata që ka treguar se lëvizja e çdo agjencie, veçanërisht në nivel evropian, nuk mund të jetë më i vonuar. Diese Situation hat auch gezeigt und bewiesen, dass die Bewegungen und die Initiativen von entsprechenden europäischen Agenturen nicht mehr verspätet sein können. Ne kemi marrë masa për pritjen paraprake të situatave emergjente. Wir haben unsere Maßnahmen getroffen für die Bewältigung von Notfallsituationen. Dhe ndërkohë kemi marrë masa për të mos lejuar që nëpërmjet flukseve të mundshme migratore të ketë infiltrime të elementeve që shfaqin rrezikshmëri, veçanërisht në kuadër të luftës kundër terrorit. Wir haben auch die entsprechenden Maßnahmen getroffen, dass es mit den Migrationsströmen kein gefährliches Risikopotenzial mitfließt. Ein Potenzial, der eigentlich ein Risiko für die Länder der Route, aber auch für die Enddestinationen darstellen würde. Veçanërisht për sa i përket identifikimit, procesit të kontrollit të dhënave, marrjes së dhënave biometrike dhe shkëmbimit të dhënave me të gjitha agjencitë partnere, të cilat kanë mundësinë të shkëmbejnë dhëna me ne në kuadër të luftës kundër terrorit. Und unsere Arbeit besteht darin, in der Identifikation der Personen, in ihrer Überprüfung, in der Datensicherung, aber vor allem in der Datenaustausch mit unseren Partnerorganisationen. Dhe kolegu e përmendi, mundësia që të bëjmë më shumë ekziston ende. Und mein Amtskollege hat erwähnt, die Möglichkeit, mehr zu tun, ist immer da. Për të shfrytzuar kuadrin e marrëveshjeve ekzistuese, Das, por edhe për të shtyrë më tej në hartimin e dokumentave strategjik që do na mundësojnë një bashkëpunim më të mirë. das im Rahmen von vorhandenen Abkommen, aber auch im Rahmen von Entwicklung von strategischen Papieren, die uns mehr freien Raum für mehr Aktivität einräumen. Shqipëria ka tekstuar Adriatiku nuk do të jetë kur një rrugë kalimi. Albanien hat das betont, das Mittelmeer wird nie zu einer Route werden. Ndaj kemi marrë masa për forcimin e kufirit, Deswegen haben wir Maßnahmen für die Grenzensicherung und Verstärkung getroffen dhe për garantimin mos qënjes në situata emergjente ku nuk duhet na ndodhë të jemi të papërgatitur. und für die Gewährleistung, damit wir uns nicht vor Notsituationen befinden und dass wir uns unvorbereitet dastehen. Ishte shqetësimi ynë i përbashkët, Das war unsere gemeinsame Sorge. është prioritet i ynë i përbashkët, i të dy vendeve, Das ist unsere gemeinsame Priorität von beiden Ländern. Nuk besoj do të kemi surprizat gjatë verës. Ich gehe nicht davon aus, dass wir im Sommer Überraschungen haben werden. Në mos na surprizon kolegu, Wenn ja, dann wäre das eine Überraschung von meinem Amtskollegen, gjatë vizitës së tij në sezonin e verës. weil das die Überraschung wäre eine gute Überraschung, aber auch die Überraschung für meinen Amtskollegen während seines Besuches im Sommer hier.
Vielen Dank.